Ambasada amerikane në Tiranë ka shpërndar një mesazh të fortë në rrjetet sociale, duke theksuar domosdoshmërinë që vendet anëtare të NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtjen kombëtare. Edhe pse të gjithë në Shqipëri presin një reagim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për procesin zgjedhor dhe rezultatin e tij në Shqipëri, për momentin ka pllakosur heshtja. Megjithatë, edhe ky një mesazh direkt për Edi Ramën është, sepse ka vetëm ai në dorë përmbushjen e këtij objektivi, 5% të prodhimit brendshëm bruto për mbrojtjen. Sipas mesazhit të SBA-ve, Aleanca duhet të jetë e përgatitur për të parandaluar dhe përballuar çdo kërcënim të mundshëm. SBA-t theksojnë se lajmi i mirë është se të gjithë në NATO me disa përjashtime po shpenzojnë më shumë për mbrojtjen sot sesa 3, 4 apo 5 vjet më parë. Në këtë kuadër, SBA-t theksojnë se kjo prirje duhet vazhdojë. Në postimin e publikuar, ambasada amerikane shkruan ndër të tjera 5% kaq duhet të shpenzojnë aleatët e NATO-s që NATO të mund të parandalojë dhe mbrojë kundër çdo kërcënimi.